Zëdhënësja zyrtare e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zagarova, ka komentuar deklaratat e presidentit serb Aleksandar Vučić në një intervistë me një revistë gjermane në lidhje me gatishmërinë e Beogradit për të shitur armë dhe municione Bashkimit Evropian. Zagarova deklaroi se Moska ka marrë vazhdimisht siguri nga udhëheqja serbe se eksporti i municioneve është nën kontroll të rrept dhe se armat e prodhuara në Serbi nuk do të dorëzohen në Ukrainë. Moska ka marrë vazhdimisht siguri nga udhëheqja e Serbisë se eksporti i municioneve të prodhuara në Serbi është në mbikëqyrje të rrept dhe se këto mallra nuk do të dorëzohen në Ukrainë, me qëllim që të parandalohet që Kievi të përdorë ato kundër ushtarëve tanë, tha Zagarova në një konferencë për mediat. Duke folur për deklaratat publike kontradiktore të presidentit serb, Zagarova shtoi se i duket sikur flasin disa Vučića të ndryshëm për shkak të qëndrimeve të tij jo koherente për raportin me Moskën dhe Brukselin. E dini, kur lexoj të gjitha ato intervista të presidentit të Serbisë, e pyes veten nëse vërtet ekziston vetëm një president Vučić, sepse të jepet përshtypja se këto intervista jepen nga njerëz krejtësisht të ndryshëm. Dëgjojmë deklaratat e saktuara kur ai është në Moskë dhe krejtësisht të ndryshme kur flet nga pika të tjera gjeografike. Unë po flas vetëm për atë që është në sferën publike, ndoshta media ka raportuar gabimisht diçka, por në atë rast duhet të ketë një shpjegim nga zyra e shtypit e presidentit, theksoi Zagarova. Ajo kujtoi se pala ruse në nivelin më të lartë ka marrë vazhdimisht siguri nga Beogradi për respektimin e neutralitetit dhe kontrollin e eksporteve të armëve. Sinqerisht, disa herë edhe në nivelin më të lartë kemi marrë deklarata nga udhëheqja e Serbisë se eksporti i municioneve serbe kontrollohet rreptësisht dhe se këto mallra nuk do të përfundojnë në Ukrainë në mënyrë që të parandalohet përdorimi i tyre kundër ushtarëve tanë, theksoi zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse. Zagarova më tej i kujtoi Beogradit se ushtarët rusi kanë ardhur vazhdimisht në ndihmë popullit vëllah serb, refuzoi të marrë në konsiderat jo vetëm mundësinë, por edhe vetë mendimin se ushtarët rusë, të cilët historikisht dhanë zemrat e tyre në çdo kuptim të fjalës, duke dhënë jetën e tyre ose duke shprehur dashuri dhe besnikëri ndaj vëllezërve të tyre serb, mund të goditen ose vriten nga armë, municione dhe granata serbe, përfundoi Zagarova reagimin e saj. Ndërkohë më parë shërbimi i inteligjencës së jashtme ruse SVR njoftoi se Beogradi dyshohet se dërgoi municione në Kiev, pavarësisht qëndrimit të tij të shpallur neutral ndaj luftës në Ukrainë. Pas kësaj Vučić deklaroi se të gjitha dërgesat e kontestuara do të anulohen nëse ka dyshime në lidhje me dokumentacionin ose përdoruesin e tyre final. Me 23 qershor ai njoftoi se Serbia ka pezulluar eksportin e municioneve dhe se çdo të kërkohen vendime të posaçme për çdo dërgesë të ardhshme jashtë vendit.